Gjykata themelore e Prishtinës ka lëshuar flet arrestim ndaj Milan Radojčić dhe 19 zyrtarëve të tjerë të Serbisë të dyshuar për vepra penale krime lufte kundër popullatës civile. Sipas dokumentit që mban datën e 15 prillit, Radojčić, ish në kryetari i Partisë së Serbëve në Kosovë, Lista Serbe, akuzohet se ishte pjesë e një grupi serbësh që vran 106 shqiptarë, trupat e të cilëve më pas u gjetën në një varrezë masive në Serbi. Siç është bërë ditur me kërkesë të prokurorisë speciale, gjykata themelore e Prishtinës ka lëshuar flet arrestin ndaj Milan Radojčić dhe 19 serbëve të tjerë në ndryshimin e arsyeshëm se mes 7 dhe 10 maj të vitit 1999, pjesëtar të forcave të armatosur ushtarake policore serbe, në mesin e të cilëve edhe Radojčić, me 19 të tjerë kanë vrarë 106 civil të pambrojtur shqiptar, që trupat e të cilëve pas luftës u gjetën në poligonin ushtarak të Bajetnicës, në afërsi të Beogradit. Në lidhje me këtë temë për bota sot foli juristi nga Belgjika Skënder Musliu. Së parja i komentoi faktin se pse Radojčić nuk mund të dorëzohet para drejtësisë së Kosovës, derisa tha se dorëzimi i tij do të ishte fatal për Vučićin. Radojčić për momentin është i paqasshëm për drejtësinë e Kosovës, mbasi ai që nga shtatori vitit 2023 gjendet dhe jeton lirshëm në Serbi, e cila është përkundër flet arresti, nuk ekstradon drejt Kosovës. Serbia për mos dekretimin e Radojčić e bly arsyetime e para se Serbia dhe Kosova nuk kanë marrëveshje për ndihmë juridike dhe e dyta se sipas kushtetutës së Serbisë, Kosova është pjesë përbërëse e Serbisë, konsideruej se këto janë vetëm dy pretekste, kurse arsyeja e vërtet për mos ekstradimin e Radojčić është fakti se Radojčić është ekzekutore, kurse koka, projekti, logjika dhe armatimi është shteti i Serbisë, me në krye Vučićin, që do të thotë se dorëzimi i Radojčić domosdoshmërisht do ta inkriminonte drejt për drejt Vučićin me shërbimet sekrete të ushtrisë së Serbisë. Deri tani nuk kanë dhënë rezultate presionit të BE-s për vënien e Radojčić para drejtësisë dhe kështu do të vepronte derisa në pushtet të jetë Vučići. Krahas kësaj, Musliu kthye pas në kohë siç ai në gjenezën e problemit të Radojčić dhe aktivitetet e tjera kriminale në Kosovë. Ai në këtë rast kritikoi edhe politikën shqiptare që kanë bashkëpunuar me të, derisa tregoi pse disa ju kanë friksuar kryekriminalit serb. Për ta kuptuar drejt rastin e Radojčić, duhet filluar nga gjeneza e problemit dhe shkaqet që sollën deri tek ngritja e tij si politikan dhe si kriminal, dhe aktivitetin e tij duhet ta shikojmë jo vetëm një prizëm, mbase ai është produkt i politikanëve shqiptar të korruptuar dhe të lidhur me krimin organizuar, ku bënte pjesë edhe vetë Radojčić. Në gjykimin tim, me kohë ka qenë e ditur se Radojčić ishte pjesë e kësaj masakre dhe jo vetëm, ashtu sikurse Oliver Ivanović, që ishte pjesë e krimeve ndaj popullatës, së pambrojtur civile në Mitrovic dhe kishte një proces gjyqësor. Mirë për Radojčić kishte qenë mbrojtur nga politikanët e inkriminuar shqiptar, madje në një moment ai kishte deklaruar se nëse filloj të flas për politikanët shqiptar, atëherë opinioni do ta kuptonte të vërtetën e errët të tyre. Radojčić ka patur të gjitha informacionet nga BIA serbe për aktivitete kriminale të shtabit të Rognerit, mbasi në mesin e anëtarëve të shtabit të Rognerit ka patur spiona dhe bashkëpunëtor të UDB-s dhe BIA-s dhe Serbisë, që i kanë informuar nga dora e parë. BIA serbe ka qenë në mënyrë perfekte e informuar me zhvillimet dhe ngjarjet që kanë ndodhur me likuidimet politike të aktivistëve të LDK-s para luftës, gjatë dhe pas luftës. Prandaj shtabi i Rognerit gjithnjë i ka refuzuar provat dhe dëshmitë e Serbisë në procesin gjyqësor të Hagës. Prandaj shtabi i Rognerit kur erdhi në pushtet nuk ka guxuar ta hidhërojë Radojčić, e në veçanti Vučićin, mbase të kapur dhe të shantazhuar me të kaluarën e tyre. Tha që dhe klani i tij për ta shpëtuar lëkurën e tyre dhe për t'u ikur dosjeve të Serbisë kanë qenë të detyruar të plotësojnë kërkesën Serbisë, duke shkelur mbi gjakun e mira dëshmorëve, theksoi ai. Në vazhdim, juristi nga Belgjika potencoi se Radojčić gjendet në listë të zezë të SBA-s dhe Britanisë. Mos ta harrojmë se Milan Radojčić jo vetëm që është në listë të zezë të SBA-ve dhe Britanisë së Madhe, por ai është aktori kryesor pas Vučićit dhe aparatit shtetëror të Serbisë, i agresionit mbi sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës në Banjsk në shtator të vitit 2023, që për qëllim kishte aneksimin e veriut të Kosovës, mbasi edhe publikisht Radojčić që kishte pranuar fajin, për çka edhe ka fletar vest valid ndërkombëtar.